Forcat amerikane kanë ndërmarrë sulme të reja gjatë natës ndaj pozicioneve raketore iraniane dhe mjeteve detare që sipas Washingtonit po vendosnin mina në ujërat e Gjirit Persik, duke rritur tensionet në lindjen e mesme dhe frikën për dështimin e negociatave të paqes. Komanda qendrore amerikane deklaroi se objektivat përfshinin baza raketore dhe mjete që po përpiqeshin të vendosnin mina, ndërsa zëdhënësi Tim Hawkins tha se sulmet ishin veprime vetmbrojtëse për mbrojtjen e trupave amerikane nga kërcënimet iraniane. Mediat shtetërore iraniane raportuan shpërthime në qytetin portual Bandar Abbas, ndërsa Garda Revolucionare pretendoi se kishte rrëzuar një dron amerikan dhe kishte hapur zjarr ndaj një avioni luftarak F-35. Në një deklarat me rastin e festës së Kurban Bayramit, udhëheqësi suprem iranian akuzoi SBA-n se po humbet ndikimi në lindjen e mesme dhe paralajmëroi vendet e rajonit të mos lejojnë përdorimin e bazave të tyre për sulme amerikane. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se një marrëveshje me Iranin mbetet ende e mundur. Ai konfirmoi se në Katar po zhvillohen bisedime për një dokument fillestar mirëkuptimi, por paralajmëroi se çështja e ngushticës së Hormuzit mbetet vijekuqe për SBA-n. Teherani po kërkon lirimin e 24 miliard dollarëve asete të ngrira jashtë vendit, ku gjysma e shumës do të zhbllokojë menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të parë të mirëkuptimit. Një delegacion i lartë iranian ndodhet në Katar për negociata lidhur me zbatimin e marrëveshjes dhe aksesin në fondet e ngrira. Ndërkohë Kina bëri thirrje për respektimin e armpushimit dhe zgjidhje paqësore të konfliktit, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu premtoi se do të shkatërrojë Hezbollahun në Liban, duke rritur më tej frikën për zgjerimin e luftës në rajon.